Sot, kryetari i Këshillit Bashkiak doli me një deklaratë të vonuar dhe tërësisht të motivuar politikisht, që ka vetëm një qëllim, të manipulojë opinionin publik dhe të shpërqendrojë vëmendjen nga realiteti i hidhur i dështimeve të bashkisë dhe nga frika e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Është e rëndësishme që qytetarët e Shkodrës të dinë të vërtetën. Mbledhja për të cilën flet kryetari i Këshillit është zhvilluar me 8 prill, ndërsa deklarata e tij vjen vetëm sot, 22 ditë më vonë, kur zgjedhjet e 11 majit janë në prag. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo është një manovër e pastërt elektorale, e diktuar nga zyra e kryetarit të bashkisë, tashmë i panderur në SPAK, e cila ka kthyer Bashkinë Shkodër në një zyrë partijet dhe në një mjet personal propagandet. Për Partinë Demokratike, vendimarrja në Këshillin Bashkiak nuk është çështje votimesh formale. Ne besojmë në transparencën, në debatin institucional, në ndërmarrjen e qartë ndërmes interesit të qytetarëve dhe interesave elektorale të pushtetit. Kur majoranca tenton të përdorë fondet publike dhe vendimet e Këshillit Bashkiak si instrument fushatet, ne nuk mund dhe nuk do të jemi pjesë e kësaj farse. Opozita nuk ka bojkotuar Shkodrën, përkundrazi, ka mbrojtur me integritet vendimarrjen dhe në bazë të vendimarrjes dhe parimet themelore të qeverisjes vendore. Nuk mund të kërkohet miratimi i vendimeve me vlera të larta monetare në mënyrë të nxituar, pa dokumentacionin e plot, për të përdorur më pas nga Benet Beci dhe Partia Socialiste për të financuar fushatën dhe për të blerë vota. Kjo është e papranueshme. Shkodra meriton institucione serioze, ku çdo vendim të merret me përgjegjësi, jo në funksion të interesave të ngushta politike, por në të mirë të qytetarëve të saj. Qytetarët janë lodhur tashmë nga improvizimet, mashtrimet dhe propaganda. Ato kërkojnë vendimarrje të hapura dhe projekte që lindin nga një vizion i qartë për të ardhmen dhe jo nga frika e humbjes. Kjo është shenjë e një pushteti që po rrenohet nga brenda, nga paaftësia për të dëgjuar dhe nga frika e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Dhe me të drejtë friksohen. Partia Demokratike është në prag të një fitoreje historike në qarkun Shkodër. Këtë e din edhe ata. Prandaj po reagojnë me vonesë, me sulme dhe me manipulime. Ne do të vijojmë të qëndrojmë aty ku kemi qenë gjithmonë, në anën e qytetarit, me kurajo, me përkushtim dhe me një vizion të palëkundur për ta bërë Shkodrën madhështore dhe Shqipërinë madhështore.